Është ora 7 e mëngjesit të datës 9 shkurt të vitit 2025. Qytetarët në të gjitha komunat e Kosovës fillojnë t'i drejtohen qendrave të votimit. Kjo me që pas 5 viteve po mbahen zgjedhjet e rregullta parlamentare në Kosovë. Përgatitjet e nevojshme për këtë ditë u bën edhe në TVN. Televizioni më i ri në Kosovë për herë të parë do të përballej me zgjedhjet e këtyre përmasave. Por këtë ekipet e gazetarëve u shpërndan në të gjitha komunat e Kosovës, duke mbuluar plot 17 orë transmetim direkt, ndërsa në studion zgjedhore fytyrat me të njohura në vend analizonin ndodhitë e ditës. Lista zgjedhore është ekstrakt. Në orën 19, siç e parasheh dhe ligji për zgjedhjet e përgjithshme në Kosovë, u mbyllën vendvotimet. Shpejt u kuptua se vetëvendosje Bindshëm fitoi zgjedhjet me 42.30% të votave. E pasaj u rendit Partia Demokratike e Kosovës me 20.95% dhe Lidhja Demokratike e Kosovës me 18.27%, ndërsa Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës e Nisma Social-Demokrate morën 7.06%. Kjo bëri që simpatizantët e VV-s të nisin festën. Në orët e vonë atyre u bashkua dhe kryetari vetëvendosjes Albin Kurti. Jepshim premtime për koeficient ma shumë se në programin e tyne. Çfarë hajvon është? 8 muaj pas këtyre zgjedhjeve parlamentare, radha ju erdhi atyre lokale. Por këtë me 12 tetor u hapën edhe një herë qendrat e votimit në Kosovë. Por kësaj radhe qytetarët të zgjedhnin se kush do të jetë i pari komunës së tyre. Gare fort parashihej në Prishtinë, Mitrovicë të Jugut e Drenas. Për këtë 16 ekipe të TVN u shpërndan edhe një herë në të gjitha komunat. Është punardh. Duke se ri ka punërët, është ftoft. E aty ku punohet edhe gabohet. Informacione tjera lidhur me procesin zgjedhor. Procesin zgjedhor dhe do sjellim tek ju detajet e fundit nga këto dy komuna. Nëse nuk keni ndonjë pyetje, atë linja është për ju në studio. Këtu në qendër të Mitrovicës së Jugut andon Çako më falni. Gjithmonë jemi pak më të lart, po besoj na falet. Në orën 19 u konfirmua që edhe një herë Kosova kaloi testin e demokracisë. Pa asnjë incident, simpatizantët e partive politike festuan fitoren në komunat e tyre. Nga mbi 2 milion qytetarë me të drejtë vote, 811.984 prej tyre votuan apo 40.10%. VV dhe PDK fituan nga 3 komuna në rundin e parë, LDK fitoi në 2 komuna, kurse AAK ruajti Deçanin, ndërsa Nisma Malisheven, ndërsa nga 38 komunat e Kosovës, plot 17 prej tyre shkuan në balotazh. Kjo bëri që më 9 nëntor të ketë sërish një garë zgjedhore. Kandidatët për kryetar që nuk i siguruan 50+1% të votave u desh të hynin sërish procesit zgjedhor. Në balotazh përparim Rama fitoi sërish garën për të parën në krye qytetit. Fitore shënuan edhe Faton Peci në Mitrovicën e Jugut, Valon Përbreza në Fushë Kosovë, ndërsa Gazmend Muhaxheri së Lëshajpejen. Në balotazh LDK fitoi në 5 komuna, VVAK në 4, ndërsa PDK në 3. Por ende pa përmbyllur viti 2025, në Kosovë organizuan edhe një palë zgjedhjet e parakohshme parlamentare. Në këtë rrethana preferohemi ta ndërpresim seancën dhe të nxjerrë. Mosmarrveshjet e shumta brenda sallës plenare bën që qytetarët edhe me 28 vjetor t'i drejtohen qendrave të votimit. Për herë të katërt brenda një viti, TVN ishte në krye të detyrës. Në këtë ditë zgjedhore u realizuan mbi 120 lidhje direkte nga i gjithë territori i Kosovës. E me të përfunduar zgjedhjet, rezultati preliminar befasoi edhe një herë. Tash na presin shumë punë përpara. Rezultati sotëm na ka bërë të qartë që duhet të ecim përpara pa vonesë. Në këtë formë për herë të parë në historinë e Kosovës, ndodhi që brenda një viti të mbahen plot 4 palë zgjedhje.